Prindërit të rinj nuk po arrin të edukojnë shumë mirë, po ju japin më shumë dashuri se sa që e meritojnë, më shumë të drejta se që e meritojnë dhe po ja humbin atë vlerën që fëmijët ta respektojnë tjetrin. Me çmimet e tanishme, minimalja do të ishte 1.000 euro. Diaspora në zgjedhje ka ndikim të jashtëzakonshëm, ka ndikim shumë të madh, që nuk jetojnë këtu, që nuk e kuptojnë ç'është drejtësia në Kosovë, që nuk e kuptojnë ç'është shëndetësia në Kosovë, që nuk e kuptojnë ç'është sigurimi shëndetësor në Kosovë dhe votojnë kot fare me mendimin e vet. Trego pak si me disponim. Mirë fare. Cili është momenti më i bukur në jetë që e ke pas? Janë të shumta, tash më duhet pak me shpletu memorien cili është më i miri, megjithatë kam pas mjaft. Kam pas mjaft. Që nuk ka rënë kur. Apo të kthehemi te kundërta, cili është momenti më i vështirë? Për juve. Të vështira nuk kam pas gjithaq, të bukura kam pas mjaftshme. Kam jetën e mirë, kam familjen, fëmijët. Jam i kënaqur, jam i lumtur me ta. Ai jetoni këto? Po, këtu jetoj. Vani se ke fshu asnjëherë? Në fakt, unë jam nga fshati, e kom marrë këtu, kom ble një trull para një kohë, e kom marrë këtu, tash po banoj këtu. Kur vetë s'ke qenë asnjëherë? Jo. Po më trego pak çka ka ndryshuar koha, sot edhe më herët si ka qenë. Janë shumë të ndoja, të jashtëzakonshme, ndryshimet janë të jashtëzakonshme. Edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin e gjykimit të njerëzve, edhe në aspektin e punës, ndryshimet janë 25 vjet tek ne, një ndryshim absolut. E sa i përket respektit, sa ka humb në ditët e sotme? Sa ka humb? Po, dera respektit. Shumë varet nga familja, se si i edukojnë fëmijët e vet. Prindërit e rinj tani, prindërit e rinj nuk po arrin të edukojnë shumë mirë, sepse po ju japin më shumë dashuri se sa që e meritojnë, më shumë të drejta se që e meritojnë dhe po ja humbin atë vlerën që fëmijët ta respektojnë tjetrin. Ma herët nuk ka qenë kjo liri? Jo, nuk ka qenë. Prindrit tanë na kanë mësuar shumë ndryshe neve, na kanë mësuar mi respektu më të vjetrit dhe ajo energji që ne i kemi respektu të tjerët si fëmijë u kthente nga të rriturit. Dhe kështu që ka qenë më mirë. Aspekti edukativ ka qenë më mirë. Edhe ndaj mësuesve, edhe ndaj më të rriturve. Po kalojmë tek jetesa në vendin tonë. Çfarë mendimi keni për jetesën në vendin tonë? Në kuptimin ekonomik, mund të themi jemi diku. Në kuptimin politik, social, është fare keq. Shumë keq fare, sepse qeverit nuk ban asnjë rregull për pensionim, për sigurim shëndetësor, shëndetësia është keq fare, të drejtat janë keq fare, gjyqësorin duhet ta reformojnë. Me një fjalë, këto e bën që jeta nuk është e mirë, shëndetësia s'është në nivelin e vet. Krejt këto e bën që jeta s'është e mirë këtu. Sa kishe deshti me qenë paga mesatare për me bu një jetë normale këto? Me çmimet e tanishme, minimalja do të ishte 1.000 euro për të jetu sikur në vendet e Bashkimit Evropian. E sa mendon që po ndikon diaspora në vendin tonë, sidomos në kohën e zgjedhjeve? Diaspora në zgjedhje ka ndikim të jashtëzakonshëm. Ka ndikim shumë të madh. Tash nuk po mujmë i përgjithësu krejt diasporën, por disa shumë të frustruar ta dhe po ndikojnë keq. Për keq po ndikojnë? Disa të frustruar, po mendoj, që nuk analizojnë shumë, që nuk jetojnë këtu, që nuk e kuptojnë ç'është drejtësia në Kosovë, që nuk e kuptojnë ç'është shëndetësia në Kosovë, që nuk e kuptojnë ç'është sigurimi shëndetësor në Kosovë. Dhe në atë folklorizmin politik. Sipas teja, a kishe desh me pas të drejta apo jo? Diaspora në kohën e votimeve. Të drejtë e kanë të drejtë. E kanë. Edhe pse nuk jetojnë këto. E kanë. Ata e kanë, janë në regjistrat e votuesve këtu. Nuk janë të fshim nga regjistri. Vinë, janë në regjistër edhe votojnë. Me sa kam kuptuar, qytetarëve nuk janë të kënaqur pse ata vinë edhe votojnë këto. Meqense se nuk jetojnë jetën tonë, nuk përballen me sfidat që ne kemi në vendin. Nuk përballen me këto gjëra që folëm deri më tani, nuk përballen ata. Dhe votojnë kot fare me
mendimin e vet ç'është i rroke uferia. Gruaja po ta vrish nëra, ja lo komandanti i shtëpisë. Ja, s'ka më komandant, kanë hec. As kush respekton, kush specialisht mi mu hin brenda, që është në kom, tash hin del me telefon. Sa mendon që po ndikon diaspora kur po vin këto? Po më thonë diaspora nivel na çast na hajn. S'po vetë kërkosh kur gjë mo, ama mira ma kaq. Më mirë, më lejt më rahat, po dhe. Në drejtimin e vet, në mendimin e vet. Era dy demokraci, që do demokracia, shkojmë. Gruaja po ta vrish nëra, ja lo komandanti i shtëpisë. Ja, s'ka më komandant, kanë hec. Ka nis komandanta ata, tash kush po mon? Okej, si cili, janë më çfarë s'ka damajën më. Kush ka kulej, kush ka parë si cili. Çu shkon ata? Ata kanë më mirë, kanë punuar për 6, jo ka më të kulej, ka pas rën, ka pas respekt. Tash kush respekton, kush specialisht mi mu hin brenda, që është në kom, tash hin del me telefon. Pas me Allahin, s'ka kush. Po normal. Ku e pse kështu ka ardhur kjo? Ku ka probleme? Tash kishë për mënuar për din ke dishim janë, po tash çaq. Pse ti komandon, sa fëmijë ki ba? 4. Sa djem sa çika? 3 djem e 1 çik. Djem ta e ki këtu në gurbet. Njën gurbet 2 këtu. Pse e le që ato një me shku në gurbet? Po shkoj e pat fatën atje dhe shkoj, s'na veti. E çka i the kur nes për gurbet? Me cilat fjalë nis? Unë ke edi kom thonë shkoj, se këtu s'ka kur gjë, s'ka përvas po. Se me një rrugë të unë s'mi në vetë s'mi man. Shka më po? Ja, dhëm zemra kur i dën Po normal që dhëm zemra, dhe ime dhe një pat, mezat mi pas natë, po ku se s'manë shteti, unë vetë për nëj ka pashtë. A e kone? Jam ka një 6 vjetë, 6 vjet. Ku ke 6 vjet? në Zvicër. Se u ktheva. Po që ashtë të koha konë, ne pas ndërprej, me kontratën konë, krisi luta në ndërprejtën, të ne lashke, që ka më. A ishe shku apet me të japun? Ja, që më kalu djoli më shku që ta të Saudi, po ja. Më kry gërbetën e mo, tu s'pari qatë muj, mo, pas të E për çka je pishman deri më Ishë për ta? kur gjohën, bërë që dhe të mund të mirë, ja. Si cili më mirë, So kështë e desh me qenë poga me satare të na, me bu jetë normale? Pa një jetë normal në basë kushë, që janë normal në 700 e s'ki rrugë. Për me tu që shdojt. S'ki, pëshe shmime që për rinë për di. S'ki. Sa mendon që po ndikon diaspora kur po vin këto? Më zonë diaspora nivel na qens na hajnë. Diaspora për animal, për laval gjallë. Si po na i keshin shumë, që po thujnë po votojnë Pikeshin, se bëjnë drejshin për vota, pikeshin, po këtu për familja, mos më kona ta në dhesmi fare. Po na ta me suka pak. Ma e shfa. Po së ngjali esi? Po bërë qallë vetë, po qënë bollë, ne kam rrugën teme për momentin halo, po nëj ka pak, Cila është puna e parë që e ke punu, e amon men? Po të kthej pak. s'kom lanë serë, valla, pa palu, s'di shka thakë. Edhe atë punë të këqia? Ja, zotë më se ban, ja, më kështu, tha është, kom përnu ndërgëzari, kom përnu kështu private, me lysë ma shorë një marë. Të në ka pa. Parë më të mami kom pas një shtallë një 3 vjetë, e pas s'po ejtë më shela, Shtallën e mshirë me qka po të merë? me lukë kom pas. Me ljapi pate. Kom pas, kish mas, 5, 6, qish mas. A merë që subvenciona? Ja, dhe se nuk janë kona thërë ku kom pas, e pa që ta vish me një ofsi, e pa që e la shkejt, s'ka më dhe. S'ka bërë? Djel nuk deshin, ta s'vi do kërkosh. Ta trit nuk pëdojnë. Pa, te vitri kom pas një më nëshë vetë me po, gruja u lëtha, sën për mjeli, u desh me shit. Gruja u lëdh gruja? Po, dhe. Gruja ka punu ne? Ja, ishtë